për kriterin e BE, unë mjafton të themi shembull. Portin e Durrësit me që pa i sot. Dim në gjë në një raportim prej 2 vjet e gjysmë 3 vjet në portin e Durrësit kapet kokainë, të kapet. Që të kapet kokainë? Jo, absolutisht ja. Ky është një fakt i tmerrshëm. Ky është një fakt i tmerrshëm që në Evropë nuk ndodh. Në portin kryesor të vendit, ti ne dim nga ana tjetër nga agjencitë, jo mediat e huaja. Ka shumë zëra se kush e menaxhon në të vërtet portin e Durrësit, po takon mua ti futem, jo asun si futem as e fare. Po ne dim nga gjithë agjencitë ligjzbatuese për citim të pasakt. Ligjzbatuese të Evropës dhe të SBA-s, edhe ato të specializuara të drogës, që trafikantët shqiptarë kanë shkuar në Amerikën Latine dhe kanë sjellë në Shqipëri. Jo, më kujtua diçka. Jo vetëm që s'është kapur asnjë kile apo tonelat jo, po kile qoftë në portin e Durrësit, por me sa kam dëgjuar ditët e fundit ka rënë dhe çmimi i kokainës shumë në Shqipëri. Tmerrësisht shumë. Nuk e di pse. Kush është efekti? Lajmi i tmerrshëm se tregon tjetër histori, sepse futëm kaluam nga integrimi e kishim të starmer, te emigracioni i palishëm. Nuk është vetëm të Kastraveci mandarinat që janë ato, ku të ktheu Kroacia. Ai standardizimi i gjithë jetës. Ai formalizim standardizimi i gjithë jetës. Ku i plotësojmë ne dot ato? Me këto rrugë, me këtë para, ti ke 45% me ta thot Banka e Shqipërisë, ke informalitet. Si futesh ti në BE kështu? Se ka ky 1000 punonjëse dhe i thot Mira Muratit më përkthe ligjet. Si të përkthimi i ligjeve është puna. Është zbatimit e implementimit e gjitha, okay. Në standardizimit gjitha ti ke infrastruktura, rendi, siguria, zgjedhjet, krimi. Mirë të thash, ja të gjë dhe ita i se ja të jaftë kësaj pjesë, edhe do të kthehen te procesi zgjedhor. Ta dëgjoj pak dhe ita. Do të vetëm diçka. Do të për shkoj gjithsesi. Ja vetëm një fjali. Gjithsesi se nuk e thash, gjithsesi ky summit ku vin Miri bën Shqipërisë tani, le ta themi se nuk është, po patjetër për tani si vijnë gjithë liderat e botës. Rini një ditë në shtëpi se nuk ju gjen gjë. Ishte se kemi ndetur për Covidin nuk disa muaj. Sigurisht që i bën mirë tani, le ta themi tani. Tani dalemi pak tek sepse njohin zgjedhjet për hir të marrëdhënies personale me Tiranën. Ky është problemi. Mirë, ajo është diskutim tjetër. Ai është problemi. Okej. Unë them çai bën Shqipërisë, po çai bën me Tiranën. Dalemi pak te perspektiva e rajonit, jo te perspektiva vetëm e Shqipërisë. Pse Shqipëria sipas raporteve të Bashkimit Evropian, vetë liderëve të Bashkimit Evropian, është avantazhuar. Të bëjmë një analizë shumë të thjeshtë. Serbia ka shumë probleme për shkak të influencës ruse. Dhe ky është problemi më i madh që Bashkimi Evropian neglizhonte ta shikonte deri para 5-6 vitesh kur nuk kishte lufta në Ukrainë dhe që nga lufta në Ukrainë me frikën e madhe të Rusisë që mund të tejkalojë Ukrainën, tashmë ka një ndërgjegjësim dhe ka një gjuhë shumë të ashpër ndaj Serbisë për qasjen që ka me një këmbë në Rusi, me një këmbë në Bashkimin Evropian. Dhe kjo ja ka zbërë shumë... Po ne kemi probleme, thua, jemi në rajon, kjo ja ka zbërë shumë qasjen europiane. Mos të them, ja ka ngrirë. Dhe ka shumë vënde të Bashkimit Evropian që janë shumë të ashpër me vetë Brukselin... Po ata ngellën duke i dhënë para Serbisë. Jo, janë shumë të ashpër me vetë Brukselin që ka një qasje të butë. Shkojmë në Bosnjë e Hercegovinë, e njëjta situatë. Një vend që nuk është vend, me shumë probleme etnike. Kosova problemi që ka më të madhe ka me 6 vende të Bashkimit Evropian që nuk e njohin, Spanja, Kipër, Greqia, Slovakia, Rumania. Dhe shkojmë më poshtë, Malizi ka probleme me influencën serbe, që është influenca ruse, zgjatimi influencës ruse në Ballkan, por në fund të ditës nuk janë të qëndësishme. Prandaj, po të dëgjosh liderët e Bashkimit Evropian, janë të gjithë në një gjuhë, thonë Malizi dhe Shqipëria, Shqipëria dhe Malizi, nuk thonë vëndet e tjera. Shkojmë Maqedoninë e Veriut. Ti je optimist pra. Maqedoninë e Veriut, po jam optimist. Shkojmë te Maqedonia e Veriut. Pra ta them pak me Maqedoninë e Veriut. Kemi vëmëro DPMN, e cila ka një marrëveshje me një parti që është Levica, me një parti që është Levica, e cila nuk e njeh as pushtimin e Ukrainës, nuk e njeh as masakrën e Srebrenicës dhe një është alatja në qeveri e vëmëro DPMN-s dhe është 100% është pro-ruse, nuk takon asnjë ambasadë tjetër. Dhe vim në Shqipëri dhe Malin e Zi, Shqipëria është i vetmi vend nga rajoni, i vetmi Ballkani Perëndimor, që ka vetëm probleme të brendshme me shtetin e të drejtës.
por nuk ka probleme që të cilat mund t'i mbarti në një integrim të mundshëm në BE dhe mund t'i shkaktoj dhimbje koke Bashkimit Evropian siç kanë këto shtete. Mjaftoi t'i kujtoj që për një zonë të vogël që ka patur Slovenia, Piran quhej, dalja në det e Slovenisë në Kroaci, u bllokua integrimi i Kroacisë me 3-4 vite. Dhe ka pasur negociata shumë të forta në për të gjitha këto arsye ne jemi të favorizuar. Për gjitha këto arsye ne jemi të favorizuar, por jo vetëm kaq. Ka një ndryshim të perceptimit në Bashkimin Evropian për Shqipërinë. Dhe kjo ka të bëjë me shohin shumë herë më pozitivisht Shqipërinë. Mos na shohin si vendin ku do sjellin emigrantët. Jo, nuk është ajo, nuk është ajo sepse Britania e Madhe nuk është në Bashkimin Evropian. Ka zero influencë në integrimin e Shqipërisë. Ja që ra një tezë, ra teza